Partia Demokratike vijon me denoncimet e saj me zotin Berisha, i cili në mesditë tashmë me zëre me figurë për shfaqje atë që ai quajnë farsë dhe masakër elektorale të zgjedhjeve të përgjithshme të 11 majit. Për këtë, por jo vetëm, me kënaqësi këtë herë në studio do të bashkëbisedoj me zotin Fatbar Kadilli. Faleminderit që erdhët. Faleminderit për ftesën, dhe gjithmonë kënaqësi. Patjetër. Zoti Kadilli, doja t'ju pyesja paraprakisht për të gjitha këto denoncime gjatë këtyre javëve të zotit Berisha. Janë legjitime në gjykimin tënd? Kështu duhet të reagojë një subjekt politik, një forcë e madhe opozitare siç është Partia Demokratike? E para, nuk kam mundësi të validoj çdo gjë që thuhet, sepse nuk janë prova që unë i zotroj, por çdo dyshim, edhe nëse është provë, nëse bëhet publike, i shërben procesit zgjedhor. I shërben besimit në procesin zgjedhor. Çdo ankim procedurial rrit besimin tek procesi. Edhe nëse kjo që akuzohet është e vërtet, provojmë që ne kemi institucione për ta zbuluar dhe ndëshkuar keqbërjen. Qoftë nga policë, qoftë nga administratë, qoftë nga kushdo. Pastaj çështja e gjuhës, a duhet përdorur ajo lloj gjuhe, ai lloj etiketimi, kjo është çështje stili politik. Berisha kështu ka zgjedhur ta bëj politikën që ditën zero, me këtë lloj stili do ta mbylli. Dhe nuk ka për të pritur mend as nga unë as nga të tjerë për ta bërë këtë gjë. Kot paguan dhe kështu, që quhen këta të PR-it, kompani fushatash, sepse nuk ndryshon. Unë është Berisha që ndryshon ato, jo ato Berishën. Unë e vlerësoj jashtëmase betejën për të evidentuar çdo lloj shkelje. A është pasaj sasia e shkeljeve e mjaftueshme për të thënë që mi vodhën zgjedhjet apo më vodhën fitoren, është një gjë tjetër. Që gara është e pabarabartë, është evident. Siç është e pabarabartë gara brenda Partisë Demokratike nëse unë garoj me Berishën, sepse ka të gjitha mjetet, do të përdori makinën që ka bodyguardët, zyrën e shtypit, e ka bërë Basha, e ka bërë Berisha, e ka bërë të gjithë. Domethënë, ajo që mua më shqetëson sot është do kemi dot ne një palë zgjedhje në Shqipëri që mos janë të mira për Shqipërinë, por të jenë zgjedhje të mira me standardin më të mirë civil që ekziston. Unë them që zgjedhjet dëmtohen nga vetë sistemi që ne kemi krijuar. Sa kohë ne kemi në një sistem zgjedhor që administrohet nga përfaqësues të partive, këta përfaqësues janë në konflikt interesi. Se te kutia e votimit, ai ose mbron vendin e punës, ose ka ëndrrën e vendit punës si do të marrë. Pra ai që është komisioner, o punon për shtetin dhe do të mbajë atë qeveri në pushtet, me çdo kusht, ose është me opozitën dhe do me çdo kusht ja marrë pushtetin që të vej ai ke i vendi punës. Kjo e prish sistemin, ata janë në konflikt interesi të gjithë. Ne duhet të ndrojmë këtë sistem. Ne duhet të krijojmë një sistem që administrohet në mënyrë civile. Pra nga njerëz që nuk kanë interes. Nga mund t'i marrësh mësues, mund t'i marrësh formula ka sa të duash. Por po e bëre me partijak dhe me militant, ata i nxjerrin syt njëri tjetrit dhe nuk kanë turp të vjedhin votat, edhe ke kundërshtari, edhe ke të vetët, se provat janë që akuza ka që janë vjedh votat dhe brenda kraut, qoftë nga PS-ja, qoftë nga PD-ja. Kur ta nuk kanë turp të ndryshojnë rezultatin dhe për miqt me kolegët të tyre, natyrisht unë besoj që bëjnë shumë më tepër zell nga kraut tjetër nëse do të mundeshin. Prandaj duhet ndryshoj sistemi, sepse do vazhdojmë të kemi këtë lloj shqetësimi. Sa e fortë ka qenë lufta brenda llojit dhe ky numërim çfarë do të shkaktojë? E kam fjalën tek të dyja palët. E para duhet evidentuar sa i vërtet është, sepse të kesh dyshime është krejtësisht e arsyeshme, e besueshme, e pritshme. Nëse dyshimet e arsyeshme kthehen në provë, gjë e parë që duhet që të dyja palët të angazhohen publikisht sot, thonë që kushdo nga komisionerët, numëruesit apo kushdo që ka deformuar qoftë edhe një vot, të ndeshkohet maksimalisht nga ligji. Ta shprehin këtë vullnet. Mos i marrin në mbrojtje pastaj, se po i morën në mbrojtje, se është në masë e madhe, e kanë bërë të gjithë, nuk e dim kush e ka bërë. Po këta dinë se çka ka bërë XY edhe para 10 vjetësh. Si Berisha, si Rama kanë detyrimin të dalin sot publikisht dhe të thonë, nëse zbulohen, evidentohen shkelje që kanë deformuar rezultat. Dhe gabimi njerëzor, kur ti numëron 300 vota, se ke gabuar 3 vota, nuk më duket një gabim jo i natyrshëm. Mjafton të marrin probabilitetin, 2-3% është gjithmonë gabimi në zgjedhje. Shkojnë njerëzit për të votuar dhe votojnë gabim. Edhe kur numërojnë, mund numërojnë 2-3% gabim. Por nëse kjo është rrugë, nuk është aksident, ata duhet ndeshkohen me maksimumin që parashikon ligji. Dhe këta duhet të japin mbështetje për ndëshkimin, edhe sikur të jenë 1000 numërues, edhe të 1000 duhet ndeshkohen.
Se nëse këta 1000 i marrim në mbrojtje, do të thotë që thjesht kësaj radhe jam dëmtuar unë më shumë dhe më vjen i natë, por numëruesi im është i gatshëm të dëmtojë herën tjetër, palën tjetër. Ky do të ishte një fitore e madhe. E kuptova. Jo, në fakt Partia Demokratike duket se ka mbajtur pozicion, për aq kohë sa ka qenë pro hapjes së rinumërimit të votave. E kisha për një më tutje, se ti mund të marrish nga rezultatin që do, apo që pret, apo që mbas së del, nuk po merrem me këtë pjesë. Çfarë ndodh? Po u provuaj që është shkelje. E kuptova. Sepse janë firmosur edhe nga të PD-s, edhe nga të PS-s. E tha zoti Selibashi, dokumentat janë në rregull. Tani nëse i ka firmosur ai Partisë Demokratike, do ndeshkohet ai? Do ndeshkohet ai Partia Socialiste? Këtë do ta kërkojë dhe Berisha dhe Rama. Të ndeshkohen edhe kur janë 10.000 të ndeshkohen. Megjithatë kjo ha debat, se ju e thatë mund të jetë 1 vot, 2 vota që gabimi njerëzor te gabimi njerëzor. Ne po flasim për gjykim proporcional. E kuptova. Qartë. Po përteksaj rinumërimi ndryshon rezultat, mendon se mund të ketë përmbysje, dhënje mandati e gjëra të tilla, besoj i ke ndjekur edhe në shifra. Kam ndjekur debatet, më duket e vështirë që të jetë e mundur që të ndryshojnë mandatet, duket shumë e vështirë. Gjithë shpresat janë tek mandati i dytë i Partisë Shej dhe mandati i 14 i Partisë Demokratike, dhe nisen nga diferenca, është 100 e ca vota, por nuk është 100 e ca. Është më shumë. Nuk e di sa është. Më duket se është 170 diçka e tillë, por 170 është, si thua, pjesëtimi. Për çdo vot të shejait në kuti duhen 7 në kutinë e Partisë Demokratike. Pra nuk është se i duhen 100 vota apo 150 vota Partisë Demokratike. I duhen 150 shumëzim për 7. Pra i duhen 1000 e ca. Në qoftë se i ka 1000 e ca, është drejta e Partisë Demokratike t'i ketë. Por duke bërë, po themi, një parashikim teorik, mendoj që nuk i ka. Por është thjesht teorike. Mund të ketë edhe 10.000, dhe nuk e di unë, mund të gabim komplet. Mund të marrë edhe 2 mandate ndoshta. Sakon nuk kam një mundësi ta verifikoj këtë gjë, por duke u nisur nga rezultati, një gabim kaq i madh do të binte në sy. 700 ca vota, 1000 ca vota do të ishte një gabim që bie në sy. Si kuptohet nga ju, zoti Kadilli, fakti që Partia Demokratike, disa prej kandidatëve, si për shembull Ulon Kalan, nuk e kanë mbështetur për të ankimuar, për ta shtyrë drejt procesit të rinumërimit. Ai ka gjetur një mënyrë alternative për të qenë pjesë, duke qenë se ligji e përcakton që kandidati nuk ka drejt, vetëm nëpërmjet subjektit. Kur është ndryshuar kodi, do duhej që u bën listat e hapura, do duhej që të legjitimoj dhe kandidati që është në listë hapur të paktën. Nuk u ndryshua, nuk është bërë ky ndryshim ligjor, pra nga ana ligjore është një gjë që nuk e parashikon ligji këtë situatë. Dhe KQZ-ja nuk besoj se ka mundësi që të interpretojë ligjin në mënyrë kaq kreative sa të thotë, edhe pse se parashikon ligji, hajde ta bëjmë. Por partitë që legjitimohen kanë gjithë drejtën e Zotit dhe mundësinë që ta kërkojnë ato rinumërimin edhe për votën preferenciale. Dhe me sa di unë, ky ishte pak a shumë vendimi, pra do bëhet dhe ky rinumërimi. Mbase jo drejt për drejt, por indirekt do bëhet. Dhe në qoftë se do bëhet në Tiranë dhe nuk bëhet në Durrës, kjo është padrejtësi ndaj Zotit Kalaja. Dhe sinqerisht vlerësoj shumë më tepër ndershmërinë, aktivizmin dhe ndershmërinë me të cilën Zoti Kalaja merret me politikë, sesa individ të tjerë që kanë pretendime, por më shumë janë si burokrat politik. Po mos hymë më tutje në emra. Qartë. E nisëm bisedën me betejën ligjore të tërmarrë tashmë prej ditësh, prej javësh nga Partia Demokratike, por gjithashtu edhe me mekanizmat që ajo po përdor. Disa javë më parë në Bruksel, zoti Berisha mori një konfirmim nga ana e PPE-s për sjelljen mision fakmbledhës edhe gjitha si këto. Çfarë i duhet Partisë Demokratike? Ju e njihni mirë atë subjekt politik. I duhet kjo betejë për të vërtetuar masakrën zgjedhore, pse jo edhe për të përmirësuar sistemin, për të kontribuar për Shqipërinë, apo të merret me veten? Pse jo? Të dorëhiqet ndoshta zoti Berisha, të kemi një proces për zgjedhjen e kryetarit të ri të Partisë Demokratike që të bëhet gati për zgjedhjet e ardhshme, të cilat vijnë shpejt. Cila nga këto dy variante është më e dobishme? Zoti Berisha ka zgjedhur një betejë shumë legjitime. Për sa kohë zgjedhjet tu kanë probleme, ti mund të krijosh dhe të kërkosh me drejtën e Zotit të kesh komision faktmbledhës. Pastaj varet se çfarë faktesh arrin të mbledh komisioni dhe çfarë raportesh arrin të prodhoj. Dhe sa këto raporte janë ndikuese në ecuri. Sepse ne kemi OSBE Odirin si referencë dhe jo vetëm ne, por gjithë Europa ata përdor. Ne kemi Komisionin Evropian, Parlamentin Evropian, pra janë një pjesë gjërash. Thjesht partitë popullore janë aleatët e tu. Besueshmëria e tyre
është si puna atyre rezolutave. Kur ti në qoni rezolut nga Shqipëria, ata nuk të kundërshtojnë, se ata thonë, ti e di politikën e Shqipërisë. Po të ndihmon që të ngrej zërin, apo në Parlamentin Evropian. Pra, e kisha fjalën, betejë do bëhet me këta, kjo betejë nuk qonë në ndryshim të madh. Nis me këta dhe kalon për te. Po që se betejë mbetet me këta, nuk sjell në ndryshim. Po që se betejë e fakt mbledhjes bëhet nga ne vetë këtu, ato që nxjerrën zotë Berisha, ato provohen ligjërisht si fakte. Ajo po qonë në ndryshim dhe në kërkesa krejt legjitime për të ndryshuar gjithçka. Por, unë përsëri kthehem ke një shqetësim. Çfarë do ndryshojmë? Do ndryshojmë ligjërimin politik dhe do themi ky na vodhi, apo do ulemi të bëjmë një sistem zgjedhor të pacënueshëm? Sepse Partia Demokratike refuzoi për shembull votimin elektronik. E çuditshme. Që do ishte mbyllja e këtij problemi. Po pra. Po. Partia Demokratike është kundër kalimit në votim në administrim jo politik, jo partijak të zgjedhjeve. Po sa kohë të jetë me votim jo elektronik, sa kohë të jetë me administrim partijak, militantesk, zgjedhjet gjithmonë do kenë probleme. E thash pak më parë, një njeri që ka nevojë që rezultati të jetë në favor të tij, nuk e pranon. Është një lloj si ti thuash tifozëve në stadium ta ndajnë është apo jo penallti. Bëri gol me dorë Maradona. Se pa arbitri, tifozat e Anglisë thoshin me drejtën e Zotit, e pregu me dorë. Tifozat që urrenin Anglinë thoshin jo, nuk ishte, ira me kokë. Tani do ta vazhdojmë me tifozat ta administrojmë, ta arbitrojmë ndeshjen, apo do gjejmë rregullin me arbitër të paanshëm. Nëse i certifikon USB-u deri ka marr fund. Pe sigurisht do të certifikoj duke dhënë problematikat. Kjo nuk diskutohet. Siç ka bërë gjithmonë. Siç ka bërë gjithmonë, sepse ju thata ka drejt apo jo. Po ka 100% drejt zotë Berisha ta vazhdoj këtë betejë dhe Partia Demokratike. Por, nëse betejë kthehet vetëm për të justifikuar qëndrimin në pushtet të Partisë Demokratike të zotit Berisha, e kuptova. Kjo vetëm i bën dëm Partisë Demokratike. Jo, unë shkova edhe për tek sajt, energjinë ku duhet ta fokusoj, vetëm tek betejë ligjore dhe jo vetëm, apo të rindërtohet edhe vetë. Pse jo, ndoshta edhe me rigjenerimin e figurave të reja, të largohet ndoshta zoti Berisha të vi një kryetar tjetër, apo është e pamundur sot që flasim? Unë nuk besoj se zoti Berisha ka pasur ndonjëherë në mendje që kur vendosi të kthehej në krye të partisë që mos rinat në krye të asaj partie derisa fizikisht ta ketë mundur. Nuk ka përtikur ndonjëherë ai drejtim partie. Asnjëherë. Edhe sikur të mbetet me 3 deputet. Kjo është kush mendon se ka një alternativë tjetër, gabon. Dhe kush ja kërkon të iki, gabon. Nuk ka për të respektuar as statut, as gjë. Nuk do t'ja kërkoj as forumet, as respekt statuti, as përgjegjësi për rezultatin. Asnjë gjë. Kjo është e vdekur. Ajo parti e ka humbur elementin e jo berishist. Edhe nëse është, unë formalisht jam antar i Partisë Demokratike, madje edhe antar i Këshillit Kombëtar, po jam formalisht. Praktikisht ngelemi të gjithë duke parë vendimet që imponon vullneti politik i Sali Berishës. Këta meskinët rrotullti thonë, po ka vota. Po dhe Rama pas ka vota, atëherë ta pranojmë të shkojmë me Ramën. Ta pranojmë Ramën me që ka vota. Problemi i atyre që mendojnë që ne nuk duhet të flasim për opozitën dhe për problematikat e opozitës, për defektet e opozitës, është amoral. Ata që ngrenë këtë janë amoral. Pse? Pushteti është gjendje. Opozita është ndryshimi. Në qoftë se dhe opozita kthehet gjendje, atëherë nuk ka mundësi ndryshimi. Ai që kthen opozitën në gjendje, ai pengon ndryshimin dhe është fajtor dhe është amoral. Për hatër të karrierës vet, për të bërë deputet, për të qenë në kryesi, për të ftuar në studio dhe për të folur në mënyrë si papagall përsërit frazat e Berishës, ai është i gatshëm të thotë mos e prekni, mos e ndryshoni. Edhe betejën për votën nuk është ekskluzivitet i zotit Berisha. Ase i Partisë Demokratike është e drejta çdo shqiptari ta bëjë këtë betejë. Dhe le ta bëjmë gjithë bashkë. Por nëse ti thua vota është prekur vetëm e ime, po e zotit Sheja është prekur, po e zotit Qori është prekur, po e ati Lapajt është prekur, se mbase është prekur. Nëse ti shikon vetëm të këqijat ke pala tjetër dhe harron problemet e tua, se ka një gjë që shkon, po thone. Më rezulton që ka shumë probleme dhe në krahun tonë, por nuk po duhet ngrej gishtin e akuzës tek pala ime. Problemi është, a do bëjmë një sistem të rizgjedhor, a do kemi një sistem që administrohet jo nga tifozat, po nga arbitrat? Po, meqense jemi këtu, a mund bëhet një kod i ri zgjedhor nga këto dy subjekte politike, PS-ja edhe PD-ja? Ata nuk duan të bëjnë një kod tjetër, se po duan e bëjnë.
Ata interesin, vini re diçka. Mirë, po ka pasur një thirrje të Parlamentit Evropian. Është e vazhdueshme. Po, është e vazhdueshme. Patjetër, po në Vetëm nëse vihet pas 11 majit. Atëherë, e di kur do ndodhi? E di kur do ndodhi? Bëni një kod të mirë zgjedhor, konsensual. Po konsensuale kanë bërë gjithmonë. Dakor. Po e bëjnë me hile reciproke, me dëshirën për të bërë hile tjetrit. Këtë doja të thoja që kanë vërtetuar që nuk e bëjnë ose e bëjnë keq. Problemi është për mua, nëse ne duhet zbatojmë disa rekomandime të OSBE-s, dirit e tjera, është gjë e lehtë, do ta bëjnë. Edhe votimi elektronik është rekomanduar, edhe kalimi në administrim civil, pra me arbitrat të pavarur të procesit zgjedhor, jo me tifozat e stadiumit. Edhe kjo është rekomandim. Po vetë nuk e duan këtë gjë. Dhe shikoni ç'a ndodh rregullisht. Hilja më ulët. Rregullisht ndryshimet në kod bëhen në kufirin ligjor. 6 muajt e fundit nuk mund ta prekësh kodin. Dhe gjithë bëhen në 8-9 muajt e fundit para zgjedhjeve. Pse si bëjnë që sot? Është e freskët, i dim problemet. Një problem tu 2, 3, 4, hajta kthejmë në ligj. Sot. Dhe gjithmonë vim praktikisht dhe di pse e bëjnë për takticizëm. Çfarë më intereson sot dhe çfarë nuk më intereson sot. Nuk e bëjnë në shumë vende të botës, ndryshimet zgjedhore bëhen në këtë parlament, po nuk përdoren në zgjedhjet e para, përdoren në zgjedhjet e dyta. Se ky parlament gjithmonë ka interes të atyre i votojmë. Ai konsensus, nëse bëhet midis PD-s dhe PS-s, natyrisht nuk më intereson partive të vogla, dhe konsensual do quhet me 5 vota minus 6 sa janë partitë të vogla, konsensual do quhet ai. Nga 140-135 nuk ka më konsensus më të gjerë. Po a është i ndershëm për të gjithë? Nëse gara është e pabarabartë midis PD-s dhe PS-s, po a është e barabartë midis një partie të re dhe PD-s dhe PS-s bashkë? Kjo asimetri force në garë, kjo pabarazi në garë, është vetëm midis PD-s dhe PS-s? Jo, është edhe me partitë të reja. Se mori sa mira vota mori Lapaj dhe mori 1 mandat. Po ashtu Sheaj 2 mandate. Tani nëse mandati i njërit është 80.000 vota dhe mandati i tjetrit është 8.000 vota, kjo është pabarazi e madhe. Do ta rregullojnë këtë? Kanë gatishmëri ta rregullojnë? E bëjnë këta, dhe nëse nuk e bëjnë këta vetë me vullnet, kush e bën? Atëherë, kjo kërkon një lëvizje jashtë tyre, dhe të jetë një lëvizje e aktivizmit shoqëror, mund bëhet me referendum. Është gjë më e thjeshtë. Kush ka bindje që duhet ndryshuar ky sistem, do të dalin referendum. Do ta pengojnë ata, patjetër do ta pengojnë, se militantët e njërës e tjetër do vazhdojnë një sistem. Por do ekspozohen. Betejat politike vazhdojnë. Kur masivisht shoqëria të ka përdzej orientimet politike për një referendum të tillë, atëherë do kemi një mundësi ta ndryshojmë. E kuptova. Zoti Kadil, doja të pyesja pak edhe për SPAK. Kemi pasur një strukturë për krimet zgjedhore, jo se s'kemi pasur monitorim në zgjedhjet e shkuara, ju e dini mirë. Prokuroritë kanë qenë gjithmonë vigjilente, po me sa duket produkti s'ka qenë aq thelbësor. Në rastin konkret, e ka luajtur ashtu siç duhet kjo strukturë e ngritur nga SPAK në gjykimin tënd, në perceptim të paktën, sepse presim që të ketë rezultate konkrete zyrtare. Besoj që efektin parandalues e ka pasur, po ky është besimi im. Dikush tjetër nuk thotë jo. Unë besoj që ka pas efektin parandalues sepse presioni që ata që po bëjnë blerje, shitje, presione, po denoncohen, po përgjohen, po kontrollohen, e ka trembur diçka, e ka rrudhur. Disa raste janë zbuluar, janë evidentuar, do shohim nëse janë raste reale, apo janë dyshimet të forta, apo që nuk çojnë në provë. E të keqja është që ndëshkimet vinë gjithmonë mbrapa, dhe zgjedhjet janë kryer. Nuk mund të kesh dot një reagim të menjëhershëm. Mund ta kapësh dikë, e parandalon, e ndalon, po nuk e ndëshkon dot dhe nuk e shpall dot fajtor në 1 muaj apo në 3 javë apo në 2 ditë para zgjedhjeve. Kështu që duhet t'i japim meritën kur të ketë kaluar i gjithë procesi. Do jetë një proces, faktet që ata kanë, provat që ata kanë, do mbyllen, do harohen, apo do shkojnë para përgjegjësisë penale kushdo që ka bërë një krim elektoral. Sa më shumë të ndëshkojnë, aq më mirë është për sistemin zgjedhor që kemi. Sepse njerëzit do besojnë që ai që bën shkelje të ligjit, bën krim elektoral, ndëshkohet. Dhe ndëshkimi pse ndodh? Që të demoralizohen tjerët. Se dhe vjedhjet nuk kapen të gjitha. Dhe vrasjet nuk kapen të gjitha. Por ai që kapet ndëshkohet, që ata tjerët që s'kanë bërë akoma vrasje apo vjedhje, po dinë që ka një pasojë. Absolutisht. Po, me sa duket shqiptarët duan edhe produkte reale. Duan dhe unë e pres. Përpara përgjegjësisë. Unë e pres dhe shpresoj që të ndodhi për të shërbyer këtij parandalimi. E kuptoj.
A është i rrezikuar nga politika SPAK? Zoti Berisha flet për Komisionin e Venecias, zoti Rama për Komisionin Xhafaj. Do të ketë tentativa pra nga politika që ta modifikojë, që t'i imponohet, që t'i ushtrojë presion kësaj strukture në vijim, duke marrë parasysh edhe votat e majorancës, ë? Të dy palët kanë për mua arsye të forta për të bërë çdo përpjekje për ta kthyer SPAK nën kontroll politik. Sot SPAK është jashtë kontrollit politik. Në një farë mënyrë ra dhe akuza e vazhdueshme që e kontrolloka Rama, se kontrolloka Rama. Fakti që vetë Rama po ndihet i kërcenuar nga SPAK tregon që nuk pas ka qenë nën kontrollin e Ramës. Fakti që shumë nga ata që punojnë në institucionet e drejtësisë së re kanë afiliacione të qarta me Partinë Demokratike, tregon që kanë hyrë dhe demokratë aty, kanë hyrë dhe socialistë aty. A janë më shumë nga njëri krah tjetri, unë s'di ta bëj këtë seleksionim, por ata bashkarisht po tregojnë dhëmb. Tani këta duan t'ia shkulin dhëmbët, e kanë mundësinë, atëherë nuk ngjerret më në dorë të tyre. Kjo gjë është në dorë të shoqërisë. Do reagojë shoqëria shqiptare siç reaguan në Rumani? Se ne kemi qejf të dalim në protestë të nxezim celularët, por për kujtesë për ata që e bëjnë këtë punë, kjo ka lindur në një protestë në Rumani, kur të gjitha palët politike janë dakord që ta vënë në kontroll atë SPAK-un e Rumanisë. Dhe populli doli dhe ndezit celularët në shenjë simboli për të duam transparencë. Duam t'i dhe dritë mbi dosjet dhe hetimi të vazhdoj. Do ta bëjmë të protestën si shqiptar? Apo do dalim protestën po na thriti Rama, po na thriti Berisha? Ju çfarë mendoni? Mund ta bëjmë? Unë them që janë gjitha mundësitë që kjo të bëhet. Në mbrojtja e sistemit drejtësisë. Pra duhet ta mbrojmë ne, mos presim nga ndërkombëtarët, siç artikulohet rëndom. Po nëse ne do pranojmë të jemi protektorat. Okej, le t'i themi mos kemi kryeministër, caktojnë ata një, e kemi më thjesht. Po një shoqëri ëndërron t'i zgjidh problemet vet. Nuk ëndërron që semi të zot le të vinë nga qeverisi dikush. Unë mendoj që ne i kemi kapacitetet njerëzore, moralin e shoqërisë, vetdijen e shoqërisë që ne t'i zgjidhim problemet vet. A do reagojë shoqëria shqiptare? Po edhe besueshmërinë e shoqërisë kundrejt kësaj strukture. Përderisa 70% e shqiptarëve edhe më shumë thonë që SPAK është duke bërë punë të mirë, të 70% duhet dalin ta mbrojnë. Nëse nuk dalin, tregojnë që ju pëlqen më shumë pushteti apo oferta për pushtet nesër sesa drejtësia. Kjo është provë për shoqërinë. A është kjo shoqëri gati? Unë vetë do dilja në çdo protestë kësaj natyre. Me zell, do ftoja çdo kënd protestonte për këtë. Jo se jam i kënaqur me këtë sistemin e drejtësisë. Ka pa drejtësi sa duash aty brenda, ka pa zotësi më shumë. Ka kulturë të vjetër politike, ta arrestojnë dhe pasaj të fillojnë merren me hetimin. Se po themi u arrestua zoti Meta. Syke njerëzit që kam një simpati për të. Po çfarë bëhet me ta atje? Ka mua, ju arrestua dikur zoti Maltezi. Çfarë bëhet me ta? Ka bën 2 vjet. Pse do të arrestohesh? Na ka ndodhur edhe më përpara, mbaj mend për turp zotit të arrestuan guvernatorin e bankës, sikur të ishte një bandit dhe pastaj më mbrapa i dhanë dhe një 500.000 euro dëmshpërblim. Po për çfarë ishte ajo? Ç'është kjo kulturë si në kohët komunizmit që të arrestoj dhe pastaj t'i bëj letrat? Kjo është drejtësia e re, këtu duhet të rregullojë gjërat. Mund të jetohet edhe në liri tjetër. Kjo është një formë e imponuar? Është kulturë e vjetër, për mua është kulturë e vjetër, për mua është kulturë e vjetër dhe kanë një lloj presioni, njerëzit duan arrestime. Nuk e kuptojnë dot drejtësinë pa edhe vetë njerëzit. Pse s'është arrestuar? Po ja u dënua Sajmir Tahiri. Në hetim të lirë ishte. Bëri dhe burgun, e bën akoma mbase. Zoti Beqja ishte në hetim të lirë pjesën më të madhe të kohës. Mund bëhen hetime edhe në gjendje të tillë, mos e cënojmë dinjitetin e njeriu deri në atë pikë. Këtu kam rezerva të mëdha, kam rezerva për kohëzgjatjen e hetimeve. Nëse duhen më shumë njerëz, t'ia japim më shumë njerëz. Nëse duhet më shumë mjete financiare, teknologjike, t'ia japi shoqëria këto. Se është dëmi që vjen nga korrupsioni, është 100 herë më i madh se sa nga buxheti për ta luftuar korrupsionin. Është garë që duhet ta fitojë shoqëria dhe duhet ta presojë. Çdo kush që është në çdo lloj partie duhet i dalë zot drejtësisë. E kuptova. Zoti Kandilli, heq paralele me aktualitetin, ka rreth 2 ditë që po diskutohet rreth pretendimit të gjyqtarëve për rritjen e pagës së tyre. Reagoi
kryetari e gjykatës kushtetuese, por gjithashtu edhe kryeministri gjatë këtyre 2 ditëve ka pasur jo pak statuse, disa prej cilëve edhe ironik përsa i përket gjyqtarëve. Përkoj gjithashtu edhe me qëndrimin përsa i përket pretendimeve të zotit Rama ndaj zotit Basha. Në 2018, pas një deklarate të tillë, 7 vjet, në mos gaboj, pa u dhënë drejtësi, apo pa i dhënë, le themi, hov kësaj dosje. A tregon kjo se gjyqtarët nuk e bëjnë punën ashtu siç duhet dhe i drejt kryeministrit kur thot pritse? Nuk mund të keni këtë rritje page dhe nuk mund të drejtoheni gjykatës kushtetuese sepse ka konflikt interesi. Mua nuk më pëlqen në asnjë rast presioni që politika i bën drejtësisë. Edhe krahasimet që niveli një 12 vjeçari apo tjerë është presion në vete. Edhe akuzat që bën Berisha ndaj me emra duke i sajuar emra mbi emra njerëzve është presion në vete. Po mirë, qëndron që çështjet zgjasin pafund. Sapo e tham. Unë sapo e thash, Rama e pa heq Berishën nga ky diskutim, se është në opozit. Rama i ka mjetet ta fuqizojë drejtësinë. I ka mjetet që të bëjë më shumë gjyqtar. Pra shfaji ati. Përgjegjësia dhe mundësia, përderisa e ka mundësinë dhe nuk e zbat, nuk e përdor. Pse mos ketë më shumë mjete për tetuar? Pse nëse kanë ngelur 10 mijëra dosje atje në gjykatë të lartë, janë grumbulluar shumë. Shtoj, qoftë edhe përkohësisht gjyqtarët. Gjej një zgjidhje, në fundit ti je shteti, ti merr përgjegjësinë. A krenohesh me që unë bëra reformën drejtësi? Reforma drejtësi për çfarë është? Thjesht janë arrestuar disa njerëz. Reforma drejtësi është që të ketë drejtësi eficiente edhe për qytetarin. Merru me këtë. Je kryeministër për zgjidhje. A mburesh që ti e pas ke bërë dhe pa ty reforma drejtësi u shëmka. Bëje pra. Jepi edhe ato para po deshe. Dhe duhet ja japish më shumë. Edhe nëse pas ke interpretim ligjor të tipit kanë apo s'kan konflikt interesi. Jepja më shtetën. Shtoja ku do ta kërkojnë drejtën gjyqtarët se? Nuk quhet konflikt interesi kur institucioni i vetëm në për cilin kalon nuk ka alternativë tjetër. Po marrim një rast, nëse zoti Rama, kush është kryetari i bashkisë X, do të japi një leje ndërtimi për veten e vet do ta firmosi. Kjo s'quhet konflikt interesi. Sepse nuk ka mundësi tjetër alternativë. Qartë. Ka një alternativë tjetër, ku do ta gjykojmë të çështjen e këtyre? Ta çojmë edhe këtë në Venecia. Se jemi bërë si, hajde çojmë këtë në Venecia, edhe në Venecia me siguri qeshin me ne. Është instrumenti, kanali i vetëm për ta vendosur. Natyrisht ngelet në etikën e tyre për të çmuar ekuilibrin ose proporcionalitetin e asaj çfarë kërkojnë. Por ti nuk ke instrument tjetër. Shpik një instrument tjetër atë. Se nuk është ky rasti vetëm, ka qenë edhe një herë historia e hapjes dosjeve të komunizmit. Po. Edhe atëherë në konflikt interesi ishin, se mes tyre kishte njerëz që do dëmtoheshin. Që kur e bën sistemin do t'i mendosh në këto gjëra. Nuk e ke menduar, gjej zgjidhjen. Nuk mundet që vendimin e drejtë e pa drejtë ta përcaktosh me vullnetin tënd dhe me etikën tënde. Etika shërben për të bërë ligjin. Vullneti shërben derisa bën ligjin. Mund të jetë ligji i pa drejtë, por është ligj. Vetë ke bërë. Aq më tepër ti mund ta ankoje mund si qytetari thjesht, po jo Edi Rama. Që ka 12 vjet kryeministër. Kërkon dhe pretendon dhe autorsinë e reformës në drejtësi. Pra, arsyetuar kështu nuk ka drejt të bëj statuse të gjata për gjyqtarët edhe për gjykatën kushtetuese. Dhe fyerja ndaj gjyqtarëve. Si mund të fyesh te gjyqtarët? Po me çfarë mbrohet gjyqtarët? Po ty të mbron Partia Socialiste, ke 600-700.000 njerëz nga mbrapa. Pa IGK. Si unë ndesh ti me këtë? E njëjta gjë është vlen edhe për Berishën. Si sulesh ti në atë mënyrë? Kur marrin vendime që i pëlqejnë këtyre, duart trokiten. Kur marrin vendime që s'u pëlqejnë këtyre, shahen. Fatkeqësisht kështu ka ndodhur gjithmonë. Atëherë ti përdor një pushtet në mënyrë të padrejtë. Dhe mos prit që kundërshtari jot pastaj të jetë i drejtë. Dhe shoqëria duhet të qëndrojë, unë kam më tepër thirrjen tek shoqëria. Do kjo shoqëri të vazhdojë në këtë lloj stagnacioni, në mungesë totale të konkurrencës politike, në mungesë totale të qëndrueshmërisë politike të këtyre njerëzve. Se nëse një ditë mburesh për reformën drejtësi dhe të nesër i quajnë gjyqtarët dele apo me 12 vjet, mosh 12 vjeçare, s'ke bërë reformë drejtësi. Gjatë gjithë bashkëbisedimeve tona, shpeshherë në Skype, e keni vënë theksin tek shoqëria, tek reagimi i qytetarëve, në cilin nivel e shikoni, ndjeshmërinë e qytetarëve në Shqipëri, se të shumtë janë ata që thonë janë tulatur. Unë nuk besoj se shoqëria shqiptare ka pasur momente
kulmore të angazhimit, i vetëm moment kulmor që di unë nga historia jonë që shoqëria prodhoi politik dhe ndryshim ka qenë 90-ta. Se në edhe kur fituan pavarësinë, shoqëria ka qenë e fjetur. Që një elit politike osmane që shkojnë në krahun tjetër, bëri marrëveshje me Austro-Hungarinë dhe erdhi shpalli pavarësinë. Edhe lufta dytë botërore. Qoftë grupet nacionaliste erdhën nga Jugoslavia se i financoi Anglia, qoftë komunistët hynë luftë kur u prek Bashkimi Sovjetik dhe u furnizuan me ide për të bërë luftë. Se fashizmi shenja 2 vjet në Shqipëri. Shoqëria ishte gati e lumtur. Në 90-ta ka qenë momenti vetëm që shoqëria masivisht, me vetdije të plot, dolin rrugë dhe donin ndryshimin. Dhe donin ndryshimin edhe fëmijët e byros politike. Se kuptuan që përfundoi keq. Çfarë na tregon kjo? Kjo na tregon që ne nuk është se kemi qenë më mirë dhe jemi sot më keq. Ne sot kemi një shoqëri shumë më të informuar, Më vërtet. shumë më pjesëmarrëse. Për shembull Facebookun, shajnë, lëvdojnë, pjesëmarrje është. Nivelin kanë të ulët apo të lartë, kjo pastaj është çështje tjetër. Po dhe nëse ata kanë të ulët dhe qeveritarët të ulët e kanë, se përfaqësues të këtyre janë. Nuk janë përfaqësues me i shteti elitar. Unë them që shoqëria aty është, por ende nuk ka arritur masën kritike që të shpërthej këtë sistem që ne kemi. Për ta bërë të qartë, sistemi që ne kemi nuk është një demokraci. Është një demokraci e negociuar që në 90-ën e mbrapa. Është një sistem që edhe në teori politike quhet sistem me qasje të kufizuar. Për të mos qenë i mbyllur, siç është diktatura, kjo është i çik më hapur se diktatura. Ti që të bëhesh personazh i njohur në një profesion, duhet të kalosh patjetër nga filtri i politikës. Dhe filtri është dysh, o këtej o andej. Prandaj është me qasje të kufizuar. Për të bërë biznes, biznesmenët janë më shumë klient të pushtetit të dy palëve, se sa janë biznesmen konkurrues. E njëjta gjë vlen për profesionet, e njëjta gjë dhe brenda politikës, ku ka konkurrencë në parti. Këdo Ramave. I thotë atyre që janë gjëja senator, vjen për qesh kur përmendet të termi, i thotë ju rini hani dhe aty, nxirrni vota nga të gjeni, ndërsa këta që kam qef unë do t'i marr atje. Edhe paketon, sigur është një mundësi, sigur është një barazi në garë. Po ata me garë erdhën deri aty apo i zgjodhe ti. Që haron pastaj kur dene për ato emisionet thotë këtë filanen e njoftan filan vend. E njofte ti, po partia e njofi jo. Mielsen, se quhet Malsoren, e gjeti ky. Ato që i shkryti nga Elbasani apo nga Fieri e gjeti ky. Ato nga Vlora që qenë me PD-n e gjeti ky. Po gjeti në një partia? Kishte një filtr tjetër? Mançuris pa kufish me ti, jo. E njëjta gjë është ke PD-ja. Vendos Berisha ata që do, ju tjerë dilin për jashtë. Po doni rini, po doni mos rini. Unë kam votë. Ende nuk e pranoni dot që kryetari i partisë është partia edhe partia është kryetari i partisë. E ka thënë Majakovski për Leninin, duhet ta përsërisim edhe për të tjerët. Faleminderit shumë. Ishte kënaqësi. Si gjithmonë. Vetëm pak minuta publicitet, do të rikthehemi.